Një burr ecste në përditët e tij me një peshë që nuk dinte ta emërtonte. Asgjë dramatike nuk kishte ndodhur, por prap gjithçka dukej e zbetht. Ai falej, punonte, buzëqeshte kur duhej, por brenda vetes mbante një lodhje të heshtur, si një fanar që po i mbaron vaji. Vazhdimisht i thoshte vetes se njerëzit më të fortë do ta përballonin jetën më mirë, se besimtarët më të mirë do të ndiheshin më të sigurt, se zemrat më të mira nuk do të lodheshin. Një mbrëmje u ul vetëm dhe hodhi syt pas të javët e fundit. Pa gabime të vogla që u shumuan në pendim, qëllime që i shtyll derisa u shuan dhe begati që i trajtoi si zhurmë në sfond. Pa edhe sa shpesh e matëte veten me zhurmën e të tjerëve, me suksesin e tyre, lehtësinë e tyre, vetbesimin e tyre, duke harruar se e vetmja peshore që ka vërtet rëndësi është ajo që e mban ai që sheh atë që njerëzit nuk e shohin. Ju kujtua një e vërtet e thjesht: Allahu nuk kërkon për sosmëri, por sinqeritet. Ai nuk kërkon që një mal të lëvizet brenda një dite, por kërkon një rob që kthehet përsëri e përsëri, pa krenari dhe pa dëshpërim. Burri e kuptoi se kishte pritur të bëhej më i mirë para se të afrohej, sikur afrimi ishte shpërblim e jo jetë shpëtim. Prandaj filloi me aq sa mund të mbante, e pastroi niyetin para veprave të vogla, jo vetëm para atyre të mëdha. E ruajti gjuhën, duke zgjedhur heshtjen në vend të fjalëve të pamenduara. Jepte një sadaka të vogël rregullisht, edhe kur i dukej e parëndësishme. Kërkonte falje me përulësi, jo si rutinë, por si rikthim. Namazet i trajtoi si takime me mëshirën, jo si detyra për t'i mbaruar. I paksoi shpërqendrimet që ia bënin zemrën të paqëndrueshme dhe i zvendësoi me përkujtim që ia bënte zemrën të pranishme. Ditët kaluan, pesha nuk u zhduk menjëherë, por u lehtësua. Shpresa u kthye në mënyra që qeta, një kraharor më i qetë, një temperament më i butë, një sy më mirënjohës. Ai e kuptoi se udhëzimi shpesh vjen si agjimi, ngadalë, me qetësi dhe me siguri, derisa papritmas bota bëhet sërish e ndritshme. Dhe kuptoi edhe diçka tjetër. Dera e Allahut nuk është për ata që nuk bien kurrë. Ajo është për ata që bien, pastaj ngrihen, pastaj kthehen, duke besuar se mëshiruesi më i madh nuk lodhet kurrë duke e mirëpritur atë që kthehet.